Mbajtja e një mbledhje të tillë për të votuar gjykata speciale pa arrit një konsenzus, një marrëveshje edhe me deputet të Partisë Demokratike të Kosovës se nuk e kanë votuar, edhe me pjesën e opozitës e cila tani është publikisht e deklaruar kundër votimit për gjykatën speciale, do të thoja do të ishte një dështim i dytë që të vijë në parlament. Pra duhet një angazhim shumë serioz, spari për ta pasur të sigurt që i kemi votat për ta votuar këtë gjykatë. Unë nuk dua të marr rolin e atij që kam për detyrë që t'i bindi, por ne kemi një vendim të kryesisë së partisë dhe unë jam i bindur që ky vendim është obligativ për gjitha strukturat e partisë, në këtë rast edhe për deputet që janë bërë nga Partia Demokratike e Kosovës, që të zbatojnë politikat e partisë edhe në kuvendin e Kosovës. Ne nuk kemi bërë ndëshkime asnjëherë në drejtim të deputetëve, në drejtim të atyre që kanë fituar realisht votat dhe kanë luftuar edhe për partinë, po edhe për veten e tyre. Unë po besoj që një pjesë mund ta ndryshojnë qëndrimin. Tani është në dorë të tyre, unë s'jam ai që do të merrja guximin që të dekonspiroj ose të flas në emër të tyre. Jo, unë nuk kam dëgjuar, nuk kam ndaj deklarim të ndonjë deputeti, por po ma merr mendja që mund të ketë ndonjëri disa që mund t'i binden vendimeve të partisë, vendimeve të kryesisë së Partisë Demokratike. Duhet që të bisedonin dhe të sqaroheshin për disa çështje me të cilat opozita nuk pajtohet dhe ndoshta mund të ndryshojnë mendjet. Ajo që do të ishte e mirë, do të ishte që të gjenden kanale për të biseduar njëri me tjetrin dhe për të sqaruar pse duhet dhe në fund edhe pse s'duhet që të votohet. Me interes të madh për qytetarët e Kosovës dhe për drejtësinë e Kosovës, po edhe drejtësinë ndërkombëtare është që hetime të kryhen edhe për ata që kanë bërë krime në Kosovë. Procesi i hetimit i kryer të përfundoj me vendime gjyqësore dhe gjithë ato akuza makabre që janë të drejtuara kundër shqiptarëve në përgjithësi dhe në veçanti kundër UÇK-s, të jenë të sqaruara dhe po besoj që nuk do të ketë mundësi që të dënohet dikush sepse s'ka pas raste të tilla.